Horoskopi për ditën është shtunë 25 korrik. Dashi, shtuna 25 korrik sjell një kthes në mënyrën se si e kanalizoni energjinë tuaj pasi kaluat një ditë me dinamik të lartë. Sot atmosfera ju fton të vendosni strukture të planifikoni me ftohtësi. Prania e Saturnit në stacion të shenja juaj, pra që pritet të fillojë retrogradin, kërkon që të mos mjaftoheni vetëm me entuziazmin e momentit, por të ndërtoni hapa me bazë të fortë. Në punë dhe financa është momenti ideal për të rishikuar buxhetin afatgjat dhe për të vendosur kufi të qartë me bashkëpunëtorët. Në sferën e ndjenjave, dita favorizon bisedat serioze ku kërkohet pjekuri dhe përkushtim. Çiftet do të diskutojnë për përgjegjësi të përbashkëta, ndërsa beqarët do të tërheqin njerëz me autoritet që kërkojnë marrëdhënie solide. Demi, për të lindurit në shenjën e Demit, shtuna paraqitet mjaft e favorshme për të gjetur qetësi mendore dhe për të përqendruar te rritja personale. Tranziti i hënës aktivizon sferën tuaj të filozofisë së jetës dhe udhëtimeve, duke ju hapur oreksin për njohuri të reja dhe përvojë kulturore. Në planin e karrierës dhe të parave, sot keni një sy mjaft të mpret për detajet, është dita e dur për të përfunduar detyrimet administrative ose për të organizuar hapësirën tuaj të punës. Në dashuri, harmonia do të mbizotëroj përmes përkujdesjes praktike. Çiftet do të shijojnë momente relaksi dhe rehatie në shtëpi, ndërsa beqarët do të ndihen të tërhequr nga persona që rrezatojnë stabilitet dhe siguri ekonomike. Dëgjoni nevojat e trupit tuaj dhe dhurojeni vetes pak pushim cilësor. Binjakët këtë të shtunë do të ftohet të zbresin nga komunikimi sipërfaqësor drejt analizave më të thella financiare dhe emocionale. Kjo ditë vë theksin të shtëpia juaj jetet e burimeve të përbashkëta, çka do të thotë se bisedat rreth investimeve, kredive apo faturave familjare do të jenë në qendër të vëmendjes. Me Mërkurin që lëvizi sigur direkt, keni të gjithë qartësinë për të negociuar me sukses çdo marrëveshje. Në sferën e ndjenjave, pasioni merr një ngjyrim më intensiv dhe misterioz. Çiftet do të përjetojnë afrimitet të thellë besimi, ndërsa beqarët mund të përballen me një tërheqje të fuqishme dhe të papritur ndaj një personi mjaft enigmatik. Mos u frikësoni nga bisedat e thella, ato do t'ju lirojnë nga çdo pasiguri. Gaforia, të lindurit në shenjën e Gafores do të kenë një ditë plot fokus te marrëdhëniet e drejtpërdrejta dhe partneritetet në jetë. Shtuna 25 korrik ju fton të vendosni ekuilibër mes dëshirave tuaja vetjake dhe nevojave të njerëzve që ju rrethojnë. Në planin e punës, bashkëpunimi me kolegët ose klientët do të jetë çelësi i suksesit. Dita sjell mundësi për të mbyllur ujdi të leverdishme financiarisht. Në sferën e ndjenjave, yjet ju ofrojnë çifteve një mundësi të shkëlqyer për të sqaruar çdo pikpyetje dhe për të vendosur plane të reja për shtëpinë, ndërsa beqarët do të kenë magnetizëm të lartë për të tërhequr partner me qëllime mjaft serioze. Luanët këtë të shtunë do të duhet të balancojnë shkëlqimin e tyre natyral me detyrimet praktike të rutinës ditore, ndërsa dielli vazhdon t'ju jap fuqi absolute në shenjën tuaj. Tranzitet e së shtunës ju kërkojnë të merreni me organizimin e agjendës, shëndetin dhe efikasitetin në punë. Është një ditë e shkëlqyer për të vendosur zakone të reja ushqimore ose për të sistemuar çështjet financiare të prapambetura. Në dashuri, përkushtimi i treguar përmes gjërave të vogla do të vlerësohet pafundësisht. Çiftet do të gjejnë harmoni të bashkëpunimit ditor, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendjen e njerëzve që admirojnë etikën dhe seriozitetin tuaj. Kushtojeni vëmendje detajeve të vogla, ato do të bëjnë diferencën e madhe sot. Virgjëresha këtë të shtunë futet në një frymë të jetë krijuese, romantike dhe plot frymëzim. Tranziti i ditës ndriçon shtëpinë tuaj të pestë të pasioneve, artit dhe argëtimit. Pas ditëve të ngarkuara me punë analitike, sot keni nevojë të jepni hapësirë gëzimit dhe shprehjes së lirë të talentit tuaj. Në financa mund të merrni lajme të mira që lidhen me projekte personale ose investime të caktuara. Në sferën afektive, jeni në një nga ditët më të ngrohta të muajit. Çiftet do të shijojnë romancë dhe takime speciale, ndërsa beqarët do të rrezatojnë një sharm të natyrshëm që do të tërheqë njohje të jetë premtuese. Lëreni më njam perfeksionizmin sot dhe shijoni çdo moment me zemër të hapur.
Peshorja, për të lindurit është shenjës së peshores, e shtuna vjen me një dëshirë të fortë për të strehuar pranë familjes dhe për të ndërtuar paqe në ambientin e shtëpisë. Yjet ndriçojnë shtëpinë tuaj të 4 diellore duke zhvendosur fokusin nga arritjet publike drejt rehatisë vetjake dhe harmonisë me njerëzit e zemrës. Në planin e financave, dita është e favorshme për vendime që lidhen me pronën, me zbukurimin e ambientit apo investimet afatgjata në familje. Në sferën e ndjenjave, sinqeriteti dhe ngrohtësia do të zgjidhin çdo keqkuptim të vjetër. Çiftet do të forcojnë lidhjen e tyre, ndërsa beqarët do të kërkojnë njohje që u ofrojnë stabilitet emocional. Krijoni hapësirë për qetësinë në shtëpi dhe shijoni ngrohtësinë e familjes. Akrepi. Akrepët sot do të shquhen për një aftësi të mpret komunikimi, negociate dhe bindjeje. E shtuna 25 korrik aktivizon shtëpinë tuaj të tretë të takimeve, ideve dhe udhëtimeve të shkurtra. Mendja juaj punon si kompjuter dhe do të keni përgjigjen e duhur për çdo pyetje apo sfidë profesionale. Në planin e parave mund të arrini marrëveshje të jetë fitimprurse ose të gjeni zgjidhje për çështje që kërkojnë dokumentacion të saktë. Në sferën e ndjenjave, loja e fjalëve dhe dialogu i mpret do të jenë pikat tuaja më të forta. Çiftet do të rigjejnë gjuhën e përbashkët, ndërsa beqarët do të magjepsin përmes inteligjencës së tyre. Përdorni fuqinë e fjalës suaj për të ndërtuar ura bashkëpunimi. Shigjetari, për të lindurit në shenjën e shigjetarit, kjo shtuna zhvendos fokusin nga vrulli i madh personal te konsolidimi i burimeve tuaja materiale. Yjet ndriçojnë shtëpinë tuaj të dytë të parave, duke ju kërkuar të analizoni me maturi faturat, të ardhurat dhe shpenzimet e kësaj periudhe. Kjo është një ditë ideale për të vendosur një strukturë të re financiare që do t'ju mbrojë në të ardhmen. Në sferën afektive, vlerat e përbashkëta dhe siguria praktike do të jenë tema kryesore. Çiftet do të bëjnë blerje apo plane të rëndësishme për shtëpinë, ndërsa beqarët do të tërheqin persona serioz që kërkojnë siguri dhe stabilitet. Vlerësoni arritjet tuaja materiale dhe menaxhojini burimet tuaja me pjekuri. Britsjapët marrin në dorë timonin e zodiagut për këtë të shtunë. Tranziti i hënës zhvendoset te shenja juaj, duke ju dhënë kontroll të plot mbi situatat, vetbesim të lartë dhe autoritet natyral. Është dita perfekte për të marrë vendime me peshë vetjake, për të riorganizuar objektivat tuaja dhe për të treguar drejtimin e duhur në punë apo familje. Financat tuaja paraqesin stabilitet, ndërsa disiplina juaj do t'ju hap dyer të reja. Në sferën afektive, rrezatoni një siguri që ma gjeps. Çiftet do të diskutojnë për hapa të jetë serioz afatgjat, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendjen e personave që kërkojnë partner të fuqishëm. Besojeni vizionit tuaj dhe udhëhiqni me shembull konkret. Ujori, për të gjithë të lindurit në shenjën e ujorit, kjo shtun kërkon ngadalësim të ritmit dhe përkujdesje për energjinë tuaj të brendshme. Yjet ndriçojnë shtëpinë tuaj të 12 të pushimit, prapas skenave dhe vetëdijes. Është momenti ideal për të shkëputur nga zhurma e përditshme, për të analizuar me qetësi hapat e fundit dhe për të rregulluar ekuilibrin tuaj psikofizik. Në financa, shmangni blerjet e ngutura ose rreziqet jo të nevojshme. Në sferën e ndjenjave, mirëkuptimi i heshtur dhe vetmia kreative do t'ju bëjnë mirë. Çiftet do të gjejnë ngrohtësi në momente intime, ndërsa beqarët po qartësojnë dëshirat e tyre të vërteta. Dhurojeni vetes kohë për t'u rikarikuar. Pushimi në këtë ditë është investimi më i mirë që mund të bëni për veten. Dhe peshqit, këtë të shtunë peshqit do të rrethohen nga fryma e bashkëpunimit, miqësia dhe projekte me vizion për të ardhmen. Tranziti kësaj dite ndriçon shtëpinë tuaj të 11 arritjeve shoqërore dhe mbështetjes nga grupet. Do të merrni këshillat e jetë të vlefshme nga miqtë e besuar ose do të gjeni aleat të fortë për idetë tuaja profesionale. Në planin e parave mund të hapen dritare të reja fitimi përmes rjetëzimit. Në sferën e ndjenjave, atmosfera paraqitet e lehtë dhe optimiste, çiftet do të shijojnë dalje e plane me miq të përbashkët, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një shkëndijë romantike me dikë brenda rrethit të tyre shoqëror.
Ndani vizionin tuaj me të tjerët, sepse bashkëpunimi sot do t'ju çojë shumë larg.